se filmin besin, është dëshmia dhe ne si kom duhet të dëshmojmë Amerikës origjinën tonë. Po ne tani e kemi një fundraiser me 16 janar këtu në Westchester dhe shpresoj dhe besoj që të mbledhen sa më shumë shqiptar dhe të vinë aty. Po kështu, si ta thash, edhe shkolla nisi, Rafael, se ishte për shkollën. Pyetja parë ishte për shkollën, ajo më integroi. Nisi shkolla, nisi shkolla krejt natyrshëm, nisi shumë njerëz flasin të thonë se kam një vajzë shumë talente, 10 vjet, kam një tjetër 12, 15, dhe serialit normal që i duhen edhe fëmijët, se aktorët kryesor kanë fëmijët e vet, kanë komshinjet e tjerë. Kështu që ne filluam disa fëmijë t'i marrim dhe t'i ushtrojmë personalisht, kështu t'i bëjmë gati për kamerë. Pastaj e pam që interesi është i madh dhe filluam, thajmë, më mirë të fillojmë me një shkollë të aktrimit, ku fëmiu përpos që është gati të luan në serialin ëndra amerikane American Dreams, fëmiu mëson vetbesimin, kulturën e të shprehut emocioneve, përmbajtjes së tyre, identitetin, mëson vetbesimin, paraqitjen, oratorin e krejt tjera që një shkollë e aktrimit i mëson çdo njeri i cili mund të jetë nesër e pas nesër jo vetëm aktor, por edhe doktor i suksesshëm ose biznesmen i suksesshëm apo arkitekt i suksesshëm. Vlora, pamjet e këtyre episodeve janë vetëm në Amerikë, po kur ka background historik, kur kalohet në origjinën, a do gjirohen në vendlindje në Kosovë, në Shqipëri? Po, fillim kemi, epizode e parë është krejt në Manhattan, gjë që ky ka qenë problemi se dhe ka kushtuar shumë, sigurime ato që ju e dini më mirë se unë këtu ishin të tmerrshme. Po, kur flitet për të kaluaren, ose flitet dikush ka lënë një të dashur atje larg, si ka ndodhur shumë tek ne, patjetër që duhet të xhirohem në vendlindje. Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Maltezi, gjithandej. Po dhe dëshirojmë të involvojmë Rafael vendlindjen, se shumë e bukur ai vend, ju e dini. Jo, e qartë, po problemi është natyrisht derisa problemi është ku po i merrni para. Jo, kjo është si puna e asaj Barsaletës, unë po e tregoj këtu në jemi se në humori, edhe njëri thot komshiu tha, njëri burri thot gruas kam bler një makinë, po çan ngjyre ke, çan ngjyre do t'i tha, e du jeshile, ja jeshile ta kam sjell. Edhe goca e pyeti babi çfarë shpejtësie ka makina, kurse komshia ku gjeti paret. E vërtet, neve na rri kjo. Është kudo. Na duhet, Rafael, po bëjmë, ne jemi krejt vetëdijshëm, ne kemi 22 vite përvoj pune në fushën tonë. Ne dim çka na ka gjetë. Por o duhet ta bëjmë mirë, o hiç. Një herë bëhet kjo punë. Nuk mundesh me vë 2 herë. Mira e krejtve është se shqiptarët sot janë të vetëdijshëm, shqiptarët janë njerëz të ngritur në Amerikë, nuk janë sikur atëherë kur isha në fëmijë në vitin 1999 se secili përpjekej për të bërë diçka për jetën dhe familjen. Sot kanë pozita shtetënore, kemi kongresmen, kemi politikan, kemi artist botnor të njohur. Ne jemi të fuqishëm si popull, ne jemi popull i mbar, i mirë, i bukur, intelektual, kështu që kemi brum sa të duam të dalim mirë para botës përmes këtij seriali filmik i cili do t'jipet çdo javë para botës. Kështu që pse jo? Çka kam unë, vetëm të mbledh këta njerëz bashk. Jo, guximin, para guximin, dëshirën edhe këmbguljen. To janë 3 element që faleminderit, edhe burrim kur u bashortin. E pyetën thanë burrim, i tha pse s'do dhe pikërisht Vlorën, thash kokfort, thash more kokfort është negative, more zotit vraft, bash më tham këmbgul se ja kokfort Rafael, kokfort. Kështu që
Shpresoj që na shkon mirë, biznesmenët janë të hapur, bizneset shqiptare amerikane me bashkëpunu me ne, edhe ne kthejmë atë mënyrën filmike, regjistrimin e tyre, kompanitë e tyre përmes edhe filmit ton, bëhet një farë bashkëpunim i bukur mes të dy palëve dhe shpresoj që të vinë sa më shumë, kurse për shkollën e artit e kemi në Instagram kemi American Dream, e kemi linkun ku mund të shkruaj njerëzit, apo përmes emailit primeart2024@gmail.com. Mund të na shkruaj nëse dëshirojnë të jenë pjesë e shkollës tonë. A ka prindër që janë interesuar? Ka prindër që, po nuk kemi mundësi t'i pranojmë të gjithë. Jo, nuk kemi. Nuk kemi mundësi. 10 veta mund të jetë maksimumi. 10, ashtu. Rafael ti e di mirë se dhe ti je pak a shumë i kësaj fushe, duhet të merren në aktrim shumë me një fëmijë, kështu që 10 veta janë mas shumtit, sepse ka është punë më shumë me individin, veç e veç. Nuk mund të flasim dhe marrim një klasë 20 veta, të flasim hajt, kush e kuptoj, kush jo. Kështu që duhet secilin ta përgatisim veç e veç. Ju keni shkruar që do përdorni metodën, një nga metodat e Stanislavskit, regjisorit rus, që tregon se si individi shpreh vetveten nëpërmjet rolit, aktivizon e anën emocionale. Edhe kjo është një metodë mjaft e realizuar në botë, por fakti që ju e induktoni këtë fëmijëve ka diçka tjetër. Nganjëherë fëmijët janë më të çiltër dhe janë më afër vetvetes se sa kur rriten edhe bëjnë me sikur. E vërtet, fëmijët janë më të lehtë, më të mirë, në të gjitha emocionet, më të sinqert për t'i shprehur. Ne kur të rritemi, djallëzohemi, pastaj harrojmë ato të vërtetën e të bukurën. Kështu që sot isha në takim me ta dhe është befasuese. Mund ta kenë fëmijët dikush, varet për personalitetit më i ngurtë, më i turpshëm, që ajo pastaj ndikon shumë për të në të ardhmen, për personalitetin e tij, ndërtimin e tij, kështu që pak ju duhet, dikujt duhet t'jepet më shumë hapësirë, nëse është i turpshëm të hiqet ajo. Dhe varet, secili vjen me diçka që e vogël që duhet punuar me të dhe të jetë i suksesshëm në jetën e tij. Gjua do jetë gjua shqipe apo gjua angleze? Jo, do të jetë në gjuhën angleze. E kuptoj sepse natyrisht. Një pjesë mund. Kurse seriali do të jetë në të gjuhë shqipe, gjuhë angleze, do të jetë mbaret prej karaktereve, personazheve nga vit. Shqip anglisht, se më ta vetë gjusa gjys. Po, shqip anglisht, kështu siç edhe bëjnë, qysh jemi këtu në Amerikë, dikush është i ardhur që 100 vite nuk e kupton mirë, flet anglisht, dikush tjetër ka një grua amerikane, besa, ajo do të flet anglisht. Ky tjetër është shqiptar, flet shumë bukur shqip. Ky tjetri posa ka ardhur nga aeroporti, duhet flasë shqip, anglisht. Kemi ndonjë punëtor nga Spanja që flet spanjollisht, apo ndonjë restoran, ndonjë italian që flet italisht. Kështu që kemi mundur që ti involvojmë edhe popujt e tjerë. Vlora, unë të uroj suksese, gjithë të mirat në këto nismat tuaja edhe të bashortit tuaj, si në serialin që është me mjaft domethënie, por duke qenë se në fëminin time edhe unë kam luajtur si aktor edhe uroj gjithë mirat edhe për shkollën e aktorëve. Faleminderit shumë që tregove, gëzohem shumë, po e marrim këtë një audicion për ty. Ke ftesën që tani t'jesh në pjesë e jona, eja, bëjmë intervizë bashkë, bëjmë pjesë e saj bashkë, pse jo, dua të televizionin tuaj, publikisht i bëj ftesë një ditë xhirimi kur e kemi, të vini dhe të xhironi, të shikoni dhe për publikun ti publikoni pak a shumë pas skenat. Me shumë, ato janë më të bukur. Më të bukur janë aty, sheni ato ethet aktorëve, me shumë dëshirë për të dalë para kamerës. Faleminderit për ftesën, edhe ju uroj edhe një herë gjithë të mirat, edhe miru takofshim në setin tuaj. Faleminderit shumë, natën e mirë, përshëndetje të gjithëve. Natën e mirë gjithashtu. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i tham fund emisionit ton.
me regjisoren dhe aktoren Vlora Nikçi, folëm për serialin e saj të ri, American Dream, dhe për shkollën për aktor fëmijë. Miru takoshim në emisionet të tjera.